Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mbyllni këto 3 bimë në balkonin tuaj dhe nuk do vuani kur nga këto 7 probleme. Të kesh ilaçe medicinale të cilat të rritën në aneksin apo balkonin e shtëpisë tuaj, do të thotë më pak vizita tek mjeku dhe më pak medikamente për probleme të zakonshme si dhimbje koke, probleme me barkun e të tjerë. Kështu që në qoftë se keni pak hapësirë apo thjesht një dritare, provoni të mbyllni këto erza të freskëta me veti shëruese. Borziloku është më shumë se sa thjesht një përbërës në salsën italiane pesto. Francezët e kanë atë si erzën mbretërore për shkak të përfitimeve të shumta shëndetësore. Një raport nga Royal Pharmaceutical Society zbuloi se ekstrakti i borzilokut mundet që të zvogëlojë inflamacionin dhe ëndjen deri në 73% vetëm disa orë pas aplikimit. Një hulumtim i prezantuar në British Pharmaceutical Conference tregoi se ekstrakti i tij mundet që gjithashtu të largonte të gjitha molekulat e dëmshme dhe të parandalonte dëmtimin e radikaleve të lira në tru, zemër dhe mëlçi. Në mjekësinë tradicionale, gjethet e borzilokut shtohen në ujë. Për typen për të qetësuar kollitjen e fortë, shtohen në ujin që vlon për të lehtësuar dhimbjen e kokës e të tjerë. Borziloku ka edhe shumë përdorime të tjera shëndetësore. Studiuesit aktualisht janë duke studiuar efektivitetin e tij kundër disa baktereve rezistente dhe gjithashtu aloe vera mundet që të përdoret në mjekësinë tradicionale, e cila fal studimeve të publikuara thuhet se mund ta ketë zanafillin 6000 vjet më parë në Egjipt. Historikisht, kjo bimë përdoret si një trajtim efektiv për plagët dhe shumë probleme të tjera të lëkurës. Sot, xheli apo lëngu i aloe verës gjithashtu përdoret edhe për një sër sëmundjesh duke përfshirë azmën, diabetin, epilepsinë dhe njëkohësisht psoriasis. Dhe gjithashtu përdoret gjerësisht në produkte të ndryshme bukurie. Lëngu i saj ul gjithashtu edhe irritimin dhe nxit shërimin e ulçërave të stomakut. Lëngu gjithashtu lehtëson inflamacionin në sindromën e zorrës së irrituar, kolitin dhe shumë çrregullime të tjera anti-inflamatore. Gjithashtu, këtu ju do të mësoni se edhe kamomili është një nga bimët medicinale e cila ofron qetësinë e munguar. Kjo lule medicinale është një kur tepër e mirë sidomos për njerëzit të cilët vuajnë nga stresi, ankthi dhe njëkohësisht pagjumësia. Kjo ndodh për shkak të efekteve të saj relaksuese. Disa studime nga ana tjetër kanë treguar se kjo bimë medicinale është në gjendje të lehtësojë problemet me stomakun, si për shembull urthi dhe njëkohësisht të vjellat. Është gjithashtu tepër efektiv kundër plagëve të gojës, diarres dhe të hemoroideve. Kur përdoret në një mënyrë topike në lëkurë, ajo mundet që të ndihmojë me acarimin dhe përshpejtimin e shërimit të plagëve. Gjithashtu duhet të dini se ekzistojnë mjaft bimë të cilat janë të rëndësishme për shëndetin tonë. Për shembull, trëndafili i egër është një nga bimët medicinale me efekte të fuqishme në organizmin e njeriut. Trëndafili i egër gjithashtu është një nga elementët që duhen përdorur në mekanizmat mbrojtës të trupit. Ju gjithashtu mundet ta përdorni si çaj duke shtypur 4 deri në 5 kokra trëndafili të egër dhe t'i zgjeni më pas në një gotë me ujë. Sherebela. Sherebela është një bimë mjekësore shumë e mirë për kujtesën. Studimet më të fundit mjekësore kanë konfirmuar gjithashtu se sherebela mundet që të konsumohet në formën e çajit duke e zgjerë atë
Në një filxhan çaj ujë 7 deri në 8 gjethe të freskëta sherebel dhe 2 lugë çaj gjethe të thata nëse nuk e keni të freskët. Nëse preferoni, ju mundet që të shtoni edhe mjalt në të. Bari i bletës. Sipas të dhënave, bari i bletës është gjithashtu një barishte shumë e mirë për përmirësimin e funksionit dhe aftësive të trurit. Ai rekomandohet edhe kundër ankthit dhe kundër pagjumësisë. Kanella. Kjo erëzë e super fuqishme përmban shumë antioksidant. Ajo gjithashtu mundet të luftojë inflamacionin dhe e bën njeriun më të vëmendshëm dhe njëkohësisht më vigjilent. Sipas ekspertëve, thjesht aroma e kanellës ka aftësinë që të përmirësojë funksionet e trurit dhe ajo konsiderohet si një element i lirë në trajtimet kundër sklerozës. Ju mundet që ta përdorni atë si një çaj. Piperi i zi përmban piperin, një substancë natyrale e cila përmirëson funksionin e trurit dhe zbut gjithashtu simptomat e depresionit. Majdanozi dhe trumza. Këto barishte përmbajnë njëkohësisht apigenin, e cila është shumë e rëndësishme për formimin e neuroneve. Sipas studimeve, rekomandohet përfshirja e tyre si një çaj në trajtimet kundër depresionit dhe Alzheimerit. Rozmarina. Aroma e rozmarinës nga ana tjetër i jep një shtysë pozitive trurit me një nuhatje të vetme. Acidi karnozik, që është përbërësi më kryesor dhe aktiv i rozmarinës, e mbron trurin tuaj nga të gjitha radikalet e lira dhe njëkohësisht nga ishemia. Trumza. Trumza është një bimë tipike mesdhetare e cila përdoret si përgatime ashtu edhe në spektrin mjekësor. Përdorimet e saj në mjekësi fillojnë që nga dhimbja e fytit ashtu edhe kundër artritit. Sherebela. Sherebela është një bimë shekullore e cila përdoret si në mjekësi, ashtu edhe për lehtësimin e dhimbjeve dhe në formën e çajit. Hithra. Hithrën e njohim pothuajse të gjithë dhe ajo është perfekte për të trajtuar organizmin në shumë sëmundje, duke filluar që nga dhimbja e kyçeve dhe deri tek anemia. Boronica. Boronicën e maleve ju mundet ta përdorni fare mirë si çaj kundër infeksioneve të cilat ndodhin në organizmin tuaj. Murrizi. Kokrat e kuqe të murrizit janë një mrekulli e vërtet për shëndetin tuaj dhe sipas ekspertëve ato ju i gjeni të përhapura në pjesën më të madhe të vendit dhe çeli në periudhën prill dhe maj. Finoku. Finoku përdoret gjerësisht në kuzhinë për shkak të aromës së mirë dhe vlerave që i dhuron organizmit. Lule basani. Lule basani ose ndryshe lule maj është gjithashtu një barishte shumë vjeçare, duke filluar që nga stomaku dhe deri tek sistemi juaj nervor. Gjithashtu përdoret shumë edhe në produktet tuaja kozmetike dhe parfumeri për shkak të erës së mirë. Dëllinja e zezë është një shkurrë e lartë e cila përdoret kryesisht në mjekësinë për kurimin e sëmundjeve ose në formën e çajit. Dafina hyn tek më të njohurat, atë mund ta përdorni në gatim për aromë të mirë, në mjekësi për kurrimin e rrugëve të frymëmarrjes. Në raste të veçanta mund ta gjeni të përdorur edhe si një bimë aromatike kundër diabetit, ulçërës apo reumatizmës. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!